Qoftë se është vërtetuar që Irani nuk e di tash se është propagandë burr tash se nuk ndodhe burr, nuk e ka bërë si vend i botës. Po them qoftë se. Ore, historia është shumë momentore se edhe batoni e ndau dhe ne patjetër do ta lidhim, do ta ngarkojmë. Është tjetër gjë garda, tjetër gjë shteti. Ne po merremi me çështën e shtetit. Po shtetin po flasim pra. Po të them. Jo me gardën jemi gjithë dakord ne. Po të implikosh një shtet në aktivitet terrorist, ky është problem. Vetëm tri shtete e kanë. Unë vetëm ilustrova arsyet pse po kërkohet kjo. Unë mendoj që po kërkohet nga Po s'ke dhëna. Nga kjo aleancë. S'ke dhëna, kush po kërkon? Ose nuk ka ndonjë motivim, nuk shoh ndonjë motivim brendshëm të Ramës apo Ky kësaj është qeverie. justifikim propagandë tani. Se po flasim për propagandë. Ky është komplet propagandë. Nëse ke. Nuk është propagandë. Kjo është propagandë sepse nuk ke referencë. Kush e ka dhe e di. O mendoj kush e ka kërkuar Shqipërisë më burr? Do ta shikojmë këtë, se kur të miratohet nesër, se kush është një lloj si shteti Bektashi pastaj kjo punë. Jo, do ta shikojmë. Kush po e fiton luftën në Iran? Sinkron. Ta mbyllim qito. Atëre, ta mbyllim po? Doja vetëm thoya diçka. Irani, çfarë është shkurt? Çështjen e ka financuar Xhallari Banu nuk e di. Ermiri mund ta trajtoj. Mund të them dy fjali? Është përpjekur, mbarove pra. Është përpjekur që ta vendosin në kontroll komunitetin bektashian. Unë jam dëshmimtar që kur ka qenë Baba Reshati, ka patur problem shëndetësor, duhet bënte ndërhyrje në zemër, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë investuar që ai në asnjë mënyrë, ata kanë ofruar mos shkojnë në Iran për ta bërë operacione, sepse mendojnë që dhe mund ta eliminojnë. Dhe operacioni është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Ohio, dhe mbuloi ambasadën, dhe mbuloi Shteti Amerikan. Po vdiste gjatë operacionit do Olsi tani. Se ka qenë teori, po ta thotë, ai thotë është i vërtet. Ka qenë shumë është korrekt ajo. Atëre ti ikim këtu. Të bësh fjalë kush do merrte leadershipin e. Atëre nga dy fjalit gjithë. Dhe mbuloi komplet shtëpia e bardhë atë. Madje babai Zoti Jazeti mendoni që kjo rezolutë nuk duhet të bëhet. Kjo rezolutë nuk duhet të bëhet. Nuk ka kuptim tani ju. Është rezolutë shumë e rrezikshme dhe unë doja ti kujtoja kryeministrit Rama shumë shkurt. Atë filozofinë e karmës. Në Kosovë kryeministri Hashim Thaçi një javë përpara se ta arrestonin dhe ta çonin në Hag me urdhër të amerikanëve, qeveria e tij shpalli Hezbullahin organizatë terroriste, pasi e shpalli Hezbullahin organizatë terroriste me urdhër të amerikanëve dhe izraelitëve, amerikanët i vënë prangat dhe hodhën burg. Unë uroj që e njëjta karmë mos ta ndjeki edhe kryeministrin Rama, që pasi ta kaloj rezolutën mos përfundojë nga amerikanët. Një fjali fundit për atë që shtroi zoti Nazarku se është e rëndësishme. Lidhur me çfarë? Prisje misionin. Po se po kalove prapa tjetër, nuk ka njëri vëmendje. Po kërkoj këtë gjë, thuaj pra. Atëherë, Irani nuk ka financuar asnjëherë komunitetin musliman shqiptar, jo pse ishte sunit, se ka tentuar pafundësisht. Po distancimi i komunitetit musliman, dhe unë kam qenë prezent para 25 vjetës, ka pasur vetëm një referencë. Shiizmi i Iranit nuk është shiizëm doktrinar, por shiizmi i Iranit është shiizëm politik. Dhe ne kemi parë si Islamin politik, e kemi para ty. Ndërkohë që nuk pra islamin realisht islamin politik e kemi para ty. Të ndalojmë. Kaq është, nuk ka asnjë financë. Ke një fjali zotëri të fundit edhe një etheti, konkluzion. Duhet ta bëj apo jo? Nuk duhet ta bënte. Nuk duhet ta bëj këtë. Dhe po vazhdojmë me këtë politikë, do të tërheqë Shqipërinë në një mentor the nuk duhet ta bëj. Unë mendoj që ka vlerë simbolike, nëse ta kërkojnë aleatët, ne jemi rreshtuar me këtë aleat. Duhet ta bëj. Bashkuat Amerikës, me Izraelin, kurse me Iranin është Serbia, është Rusia, është Kina. Ne si jemi me ta, që thjesht. Jo skemi, jo, nuk hym në debat. Pjesa e rezolutës duhet të jetë vetëm përgardhjen revolucionare. Nëse bëhet ndryshe, atëherë është pjesë e aleancës SBA Izrael-Kanada. S'na pyetë propozitën që s'ka për të marrë. Kush po e fitojnë luftë urdhro? Opozita nesër ka thënë s'merr pjesë në këtë diskutim për rezolutën. Për Iranin. Pra i bie që edhe opozita ka 100 vjet që s'merr pjesë pas gjë këtu më. Dakor. Tani çfarë do i bëjmë ne aty? Ishte thënë pro, por pastaj ka thënë që s'do marr pjesë. Po thuaj pse? Jo, nuk e di. Po s'ke të dish mos ai edhe vetë nuk e di pse e ka bërë. Tani kush po e fiton luftën në Iran? Sinkron Trump për luftën. E ka ndryshuar pak opinionin Trump, nuk thotë që mbaroi, lufta ka mbaruar, por thotë humbi shumë thella, se sinkron.
Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran, and these have been mostly commercial and military targets. We've achieved a 90% reduction in their ballistic missile launches and a 95% reduction in drone attacks. We've also attacked the places where they manufacture the missiles and the drones. More than 100 Iranian naval vessels have been sunk or destroyed. As you know, we attacked Karg Island and knocked it literally, destroyed everything on the island except for the area where the oil is. I call it the pipes. We are aggressively dismantling Iran's defense industrial base and ability to rebuild its missiles and drone capabilities, and we're hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz with more than 30 mine-laying ships. We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait. Some countries get much more. Japan gets 95%. China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us. Iran has always used that as an economic weapon. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. Some countries where we have 45,000 soldiers, great soldiers, protecting them from harm's way. Well, would rather not get involved, sir. I said, for 40 years we're protecting you, and you don't want to get involved in something that is very minor. Very few shots going to be taken because they don't have many shots left. Pra, ndoqët, presidenti Trump ka shpallu sukses të madh në luftën në Iran, çfarë po ndodh në realitet, a kemi vërtet një sukses amerikano-izraelit në këtë luftë? Më 9 ditë e para, si sekretari i parlamentit të Iranit tha, në 9 ditë Trumpi tha 10 herë lufta ka mbaruar. Por tani ka ndryshuar metodologjinë dhe thotë luftën sukses i madh, domethënë goditje të mëdha të gjitha dhe normale duhet jenë këto. Çfarë po ndodh në realitet gjinish dhe pastaj? Atëherë ne kemi thënë edhe ndoshta në diskutimin e fundit këtu kush ishin skenarët e mundshëm për mbylljen e luftës, dhe një nga skenarët ishte pikërisht kjo pjesë, një shpallje e njëanshme e fitores. Ashtu sigurisht se kemi diskutuar dhe unë qëndroj njëjtit mendim që këtu nuk ka humbës kuptimin klasik që Irani të mbyllë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo e kundërta, nuk ndodh. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara janë një fuqi globale shumë e madhe.